Ngjarje e rëndë ka ndodhur në zonën e ujit të ftohtë pranë Lungomares në Vlorë. Sipas të dhënave paraprake, një ere 27 vjeçare me inicialet AB dyshohet se është hedhur nga kati i 6 i një pallati. Pas sinjalizimit të ngjarjes, ekipet e urgjencës kanë mbritur menjëherë në vend ngjarje dhe kanë transportuar 27 vjeçaren me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës. Burime paraprake bëjnë të ditur se gjendja e saj shëndetësore paraqitet tepër e rëndë dhe se ajo po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor. Ndërkohë policia ka nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes. Deri më tani, autoritetet nuk kanë dhënë një njoftim zyrtar mbi shkaqet që mund të kenë çuar në këtë incident. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.